punon në shtet është pastarditet, është vjetesë, nuk është punë. Çfarë punë bën ti? 2 orë punon, 6 orë rri, ndrohet se dilin ose bën punën në një patronazhisti. Çfarë produkti ke dhënë ti për veten? Më kush është identiteti jot? Do të thonë ti s'mund të krijosh diçka nëse nuk krijon veten. Ta e kanë humbur veten dhe thotë po punoj. Jo, ti nuk po punon, ti e kavje. Pra ty të shitur një rrok, të shitur një shumë parash që ti t'ja dalësh të përballosh jetesën tënde. Jetesën tonë po e përballojmë edhe neve që nuk financohemi nga dikush, sepse në fund ditës nuk është se do vdesim për punë. Mirëmbroma miq të Tru Podcast. Mirë se erdhët në këtë episod të përjavshëm të së hënës, ku së bashku me Azmer Duleviç dekodifikojmë dhe dekriptojmë me aq mundësi sa kemi realitetin politik. Do t'i bijem shumë shkurt dhe shumë drejt për drejt sot. Ky episod do flasi për Alish Verishet e Partisë Socialiste, për lojra që bëri në mosheqjen e imunitetit të Ballukut. Fjalimin patetik të kryeministrit, por ky nuk është më lajm sepse ka vite që zotëria bën fjalime patetike dhe të fyen inteligjencën. Por në këtë premier ne duam tani nga juve që të tregoni nëpër komente gjatë live-it, gjatë chat live-it, se çfarë mendoni juve për këtë Alish Verish, për këtë lojë të shëmtuar politike për mosheqjen e Ballukut. A. Balluku e ka kapur prej Edini Vedjove, Edi Ramën dhe i bën presion. B. Balluku është qeveritarja më e mirë që ka pasur në Shqipëria ndonjëherë. C. Nuk e di. Komentoni. Azmer. Mirëmbrëma. Ç'a thuhet? Po nuk di nëse kemi më shtet moralisht apo jo. Se kur kemi pas një shtet në? Është shumë e rëndë kjo që ka ndodhur sot, sepse i bie që çdo kush në vendin tonë mjafton të hyj politikës, mos merret me punë të pista fare, janë budallenja ata që merren me këto punë, hyn politik, sepse nuk dëgjojnë gjevlla, shkurt fare. Dhe kjo është, le të themi, mesazhi që i jepet kujt? Po i jepet mbështetësve të tyre më burr, të sojit të tyre të hajdutëve. Pra soji këtyre vlla është i qetë tani se thot, shiko se ne na mbron partia, pra ne jemi të partisë dhe partia neve nuk na lën në bal. Hajde të vjedhim disa qindra milion euro, popullin më të varfër të Ballkanit dhe ne shpëtojmë. Por ajo që më bëri përshtypje shpend është fjalimi i kryeministrit Rama, pasi mu kujtua, e mbaj mend si sot në vitin 2017, paga shumë të njëjtat fjalë kur mbronte Sajmir Tahiri. Dhe e thoshte eksaktësisht, nëse nuk gaboj, me sa e mbaj mend, që pse 4 letra Bakalli do shërben që të dënohet ministri im më i suksesshëm e bla 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 tjera me radhë. Të njëjtën gjë tha dhe sot e ky komisioni, që shiko se është ngritur akuza, thoshte, ndaj llafe që merren njerëzit e ca regjistrime budalliqe. Po mirë valla, kur këto që janë nga të gjitha, le të themi, budalliqe, këto që thot Spaku, pse nuk e heqin imunitetin këta? Ku është problemi këtu? Po bra. Se nuk e kuptoj dot. Kur që nga e pastër kjo me duar të pastër. Pak e çuditshme kjo. Por jemi në Shqipëri. Jemi në Shqipëri. Shikoj. Domethënë, qa mendon ti se i mban këta në pozita kaq solide për të shkelur çdo lloj norme politike? Mendon vetëm se janë në 83 mandatet? Shiko, kjo është një justifikim që këta shpend e kanë ndaj popullit, se thonë shiko se ne na do populli, na dha 83 mandate dhe ne tani bëjmë çfarë duam. Por populli ja dha mandatet se këta e kanë keq kuptuar. Ja dha që ti qeverisi më mirë, që ti çoj ilaçe në spitale, ti ashtroj rrugët, ti çoj ujë te shtëpia, ti gjej punë për fëmijët, ti rrisi pagat. Për këto ja dha, nuk ja dha që të vjedhin këta vlla. Sepse dhe sot më të trishtuarit duhet të ndihen votuesit e Partisë Socialiste, se unë dhe ti, ne nuk i kemi votuar këta vlla. Ne jemi të qetë për këtë. Ne kemi qenë kundër kësaj qeverisje. Ne jemi nga ana tjetër e medaljes.
Kurse këta që i kanë dhënë votën, unë nuk e di si ndihen valla sot. Jam shumë kurioz. Sidomos në qarkun e Fierit, por edhe në gjithë Shqipërinë, por në Fier sidomos. Se e la këtë zonjën drejtuese qarku akoma, e kupton? Do vijoj, Si ndihesh? do vijoj tha, jo. të jetë drejtuese politike. Juve Po, dini që atje- Belinda të bën pa dhimbje koken gjatë punës ta. Edhe e lartësoj që Belinda është mirë vlla, nuk të lë, nuk të bëm dhimbje koke, marron punët, vjet si duhet. Si do ndihen ata? Prandaj Spaku ka 16.000 faqe dosja, se e ka bërë punën si duhet. O Azmer, populli shqiptar, fatkeqësisht për neve dhe ata, se edhe neve pjesë e popullit shqiptar jemi, ne nuk zgjedhim o vlla, ne votojmë. Është ndryshim shumë i madh të zgjedhësh dhe të votosh. A quhet zgjedhja nëse unë ty të them Azmer, mos harro 4 votat e familjes tënde tek Ermali. Se shoku im, e diti, do kapësh në korrupsion të vogël, do të falim në si elektricisie, do vjedhësh shik rrjet, do bësh 2 linja, do futesh në i qim të shtëpia që mos më harxho sa duash, po 10.000 lek vjetra ke për të pagu. Kjo është mënyra vlla që ne e dim shumë mirë se si Partia Socialiste i ka votuesit e vet. Nuk është se ka një falang prej 750.000 votash të tërë idealist që votojnë dhe besojnë vlerat e majta. Nuk ka vlla. Ky e ka bërë regjimin me frikë. Ky është mbreti i keq. E ka bërë me frikë vlla. Pastaj vën këto blerjet nga PD-ja, seç kishte marrë një të FRPD-s Vlorës, e kishte bërë drejtore të agjencisë së rinis. Kjo e pa se çdo të thotë jesh mes njerëzve dhe jo mes kafshësh. E di si është kjo? Ja, aqe e famshme dhe rëndësishme është kjo zonja që ti thua, sa emri nuk e dim. Për zotin jo. Kështu që këto janë të parëndësishme, këto janë thjesht për marketing, njerëz të cilët kalojnë ylberin që shiten lart e poshtë kesa duheshëm. Pra, Po. nuk ka në pesh kjo shpend, e kupton. Është një lloj si puna e këtyre deputetëve të rinj tani, që janë në parlament, qoftë nga PS, qoftë edhe nga partitë e tjera. Më fal, po, çfarë kanë bërë këta valla? Po vjen një vit, iku një vit. Erdhi 11 maj dhe pak. A kanë bërë në injekta përveç se marrën atë rrogën atë. Sherr. Unë nuk kam parë në injekta. Zengjinea bën sherr me gazin, me Taulant Balla i thot Albana Vokshit, për ty kam numrin 0900, a kupton. Por e për popullin e kam unë, për nere. Po qa populli? Sa ta rregulla nëse marrin dietat ata. Po qa populli? Përveç rrogës marrin dietat ata. Lexova një artikull para se të fillonin sonte, ku thuhesh që disa deputet të Kuventit të Republikës së Shqipërisë merrin deri te 100 lekë e fundit dietën maksimale. Nuk linin as 1.000 lekë pa marrë. Që nga fugarejnë të vlla. Ti ndimojme. Ne të mërshme. Ti qojmë në i qese me ushqime të pak nësë. Po, shikoja, nuk kam faj o Azmer, se e di se është probleme, kur je barkthar të rjetën, se barkthari është nocion filozofike. E di sa njerëz të varfër ekonomikisht, po të pasur shpirtërisht njohim ne dy, që s'ta shtrinë as dorën, ka jetën e vete. Këta janë, si të qpenit të, sigur kanë dalë nga çmendina, dhe janë si zombi. Çdo gjë që del para, do që ta përvecoj se ajo ka mungesa, ai ka mungesa. Nuk dim vlla, këta nuk e dim se marrin rrogën, marrin 4 milion lek rrogë për shku çdo të njëjte në parlament për të bërë sehir dhe për të bënë një foto. Dhe për të ngrit karton, ta ngren kartonin kështu. Po shef të hëngshalisën e këpucës. Ky është nocioni i politikës vlla. Pra sot ti ndihesh i ofenduar nëse do ishe deputet i Parlamentit të Shqipërisë, se niveli aty është zgjë. Jo zh, po zgjë. Me kë do bësh diskutim? Po realisht, ore nuk kam parë një projekt ligje o vlla. Por një projekt ligj më burr tani për ku di unë burr.
Fare, absolutisht fare. Po nga ku shpret projektlugjit tje valla? Ore, edhe vetë majtë do shpend, në zonën ku janë apo, të bëjnë diçka për popullin që i kanë votuar apo. Pra të çojnë diçka apo valla, të përmirësojnë diçka. O si ka votu populli Fare ata? më zero. O Azmer, nuk e ka votu populli ka votu siglën. Këta janë Mr. Nobody vlla. Pa e di më, por e di, po problemi është tu është shpend tani, ne si qytetara, por si popull le themi, që jemi të gjithë. Ora, kur do na hapën sytë po? Kur do shikojmë realitetin nesër se ne jemi shumë interesantë. Ne themi 4 vjet që këta na vjedhin e shikora shteti apo mbrot korruptuarit e të gjitha. Dhe kur vjen momenti nesër që tani na thonë ja çuna si ju duhet merrni iniciativën para e merat. Dhe kur vjen momenti i votimeve vlla, opa, shtuken gjithë të lënë vetëm aty. Nuk të votojnë, të lënë balë. Dhe pastaj fillon prapë e njëjta kasetë nga fillimi. Ja parasysh ato kasetat me Shiriti, a? Çfarë do thuash apo? Shikoj, Nuk rrëzohet qeveria nga komendet në rrjetet sociale. shikoj, ka Pra, diçka. duhet me vot. Ka diçka. Kjo është sjellje të dëshpëruarve. Çdo njeriu i cili është i zhytur në Alcatraz, po ti vesh ti i veshur me të bardha, e beson apo nuk e beson Krishtin, do thoj edhe po ti thuash ti që e Krishti, është i prirur ta besoj, sepse është e vetmja zgjidhje që i ul, si thëmë, valvulën e shkarkimit. Pra, i shkarkon pak stres, nuk i digjet qarku. Të njëjtën gjë kanë dhe këta vlla. Ngushëllojnë veten e tyre, duke më thonë mua dhe ty, çohuni juve para dhe esni, sepse aq të piste kanë ndërgjegjen vlla, që janë të detyruar, janë në duplicitet total. Pra, këta janë të detyruar të hapin votën për një cop buk, për një kore buk, ndërkohë që ai nuk e ndjen fare atë votën, po midis detyrës edhe ndjesisë, ai është në kurth, ose ajo, personi, është në kurth, sepse tërë jetën është i predispozuar të zgjedhë bukën. E ka thënë një Lenini vlla, ja ka thënë Trotskit në Paris. Midis lirisë edhe bukës, thot. Populli do zgjedhë gjithmonë bukën, o zotri. E drejta. Këta nuk luftojnë për lirinë vlla, sepse liria nuk është ajo liria që na e ka proklamuar neve Hollywoodi. Freedom. Jemi të lirë të dashur. Liria vjen me kosto, e di me sa gjak vjen liria. E di çfarë duhet paguash ti për lirinë tënde valla. Siç po e paguan ti, siç po e paguaj unë. Duke punu si kafsh. Edhe jam krenar si për veten, si për ty dhe si për miq tan. Puno vetë vlla. E paguaj me qef neve koston e lirisë tonë. Se më e bukura do ishte të bënim çik showbiz, do na kishin marrë reklama, do ishin puthadort në i pushtetin në i gjo, do të vinin sponsora. Kjo është unë që flas kështu që më thonë një gashi si ta bën syri tërë, hajde më pyet mua di sa sulme kam. Apo sa sulme ke di? Ta dini njerëzit sa sulme kemi neve, do thoshin, wow, pas ka dhe mkejse neve, si e keni juve kaq të shishëm në liri, juve se shijoke një lirin. Si mund të shijosh lirin po nuk e luftove për ata? Problemi shpend është si ne dhe gjithë të tjerë, dhe gjithë ta që po na ndjekin në këto momente nga çdo cep i botës valla. Gjithë ne kemi të njëjtat probleme. Ne që jetojmë në Shqipëri, jemi këtu tani të destinuar të thithim smogun e Tiranës, pra është smog, është smundje, është kancer. Pra nuk është ajër, sa me realitetin. Dhe normalisht ata që janë emigrant po kanë prindrit këtu. Po kanë e motër, kanë e vlla, e gjitha me radhë. Pra cilësia e jetesës në vendin tonë është një lloj si për atë që bën korrupsion, që vjedh miliona euro, si për atë që punon me ndershmëri, si për atë që nuk ka, si për atë që është i smur. Pra e gjitha, le të themi, është keq në vendin tonë. Trafikun e kemi të gjithë ne. Shkollat me probleme i kemi të gjithë. Spitalet me probleme i kemi të gjithë, si ata me parti, si ata pa parti. Por problemi është, ore duhet të japim dumë kësaj pune. Pra, ne kemi zgjedhur, po flasim, se të thotë dikush, po këto i themi dhe ne.
Po mirë zotri, I ti thuaj fuan ti. kafe, ka një ndryshim. Se unë me Gashin i themi këtu, po këto i shikojnë me mira njerëz. Pra, këte që ne po diskutojmë. Aty te kafja, maksimumi 5-6 veta, ja 10 veta, iku harruat i ajo. Kurse kjo ngeli këtu. Pra, ne kaq kemi ndorë. Se thot po ja, ju qa do bëni? Ore zotri, kam ardhur unë, për shembull unë kandidova. Kam Po. ardhur me premtime. Nuk më votove zotri. Qa do t'i të bëj unë tani? A, çfarë të bëj unë tani? Herës tjetër, do vi Gashi, do vi unë, se vi zgjedhjet shpejt këtu, nëse nuk ka nej surprizë, se mund të ketë nej surprizë. Për ne të dy është më mirë që të bëhen 2029 siç duhet vlla, që të piqemi akoma edhe më shumë, a kupton? Se këto zgjedhjet e parakoshme e ditje, do të thënë, ne të dy nuk e ham atë sapunin për djathtë që u lirua. Zgjedhjet e parakoshme tregojnë që është bërë një deal kështu personal mes dy liderave, si do ta ndajmë pushtetin, siç u bën 2025-ën që u dogjen gjithë figurat e reja. Mua më vjen keq për gjithë çunat e PD-s që vajten me shpirt dhe me zemër, apo edhe juve të Adriatiku, gjithë me raça ishin, vajten investuan te disa figura, edhe në fund fare u kafshuat nga tuajet në thelba, kupton? Edhe nga formula. Ti të merr edhe 12.000 vota në fjerë, ta jep shpend Gashi me jetë që ti sa merre do të Belindës. Se formula është kapriçoze. Do dilte në një sen plag i moderuar në fund fare, në një ndryshim, në një gjë, në një vot që të hiqej, e më thet tash. Pra, ne i dim vlla. Tani, shpende, diku është kë. Problemi është tani, ne duhem dhe pa kohë, kupton? Unë jam dakord me ty, shumë dakord. Në 2029, pra nëse qytetarët do ta gjejnë veten te ne, dhe platforma që ne do kemi, do gjejnë mbështetje, do ta tentojmë. Pastaj, nëse duan të mbajnë prap këta që kanë, le t'i mbajnë valla. Si Majda, si Djathas. Pastaj edhe me veten tonë do jemi më të qetë, kupton? Okej, unë edhe një provë kam se një e bëra se do merrem me këtë punë. Pastaj, ç'a do bëjmë, kupton? Si të gjithë tjerët edhe ne, kupton? Dikush çantat për në emigrim, dikush në mundësi tjetër. S'ka as ku vete tash valla. Kur e mendon, tër bota po digjet. Jo, ka plot. Ka plot. Europa është e madhe, bota është e madhe. Më thënë, ka restrictions, ka shumë restriction vlla. Nëse gjithsesi nuk ka ditë vlla, nuk ka ditë që nuk e mendoj momentin e largimit, ta them shumë sinqerisht. Kur çohem sot dhe shoh Belindën, po flistim bashk, edhe po hapja lajmet. Plago, do më thënë, nuk e di të bësh ato lloj fjalimesh, edhe ti suportoj popullit, ti absorboj, ti përtypi, nuk është më faj Ramës e vlla, është faj këtyre. Rama gjen e bën vlla. Rama i shkret se është bërë për t'i thënë i shkreti. Është në gërhamat e tij të fundit politike i ka mbaruar retorika. A kupton? Ka vajtur aq keq situata sa Rama po përsërit fjalime. S'ka çfarë do thot më. Dhe këta e han. Dhe këta e han vlla tani, çfarë faje ka sapi që shet mishë vlla. Ba i ka hapur. Por e këto që themi ne tani, vin aty në shaj ne, o vlla. Jo se na kërcet shumëre, po problemi është nuk vjen aty, por e ke parti si e mbrojnë në postimet e këtyre vlla. Trimresh, Luanesh, ku digjon me nga këto. Mbreti shqiptarëve. Po shikoj, ç'a mund të presësh ti nga një popullsi që mburret me rrëzimin e bustit o vlla. Sa ishte gjallë ai e hëngrën atë që thuhet. Vajten edhe për bustin, vajten u trodha nga frika, ç'a do t'i bënte sigurimi i shtetit. Vajten tani këta të PD-s goditën vilën e Enverit. Pse nuk e godit vilën e Enverit i kur bën ato festat satanike brenda? Ke para ato festat që kanë qarkulluar me të kuqe, me maska kështu. Bën vakisht njëri nga këta me maskë burr. Çfarë s'bën vakilla? Çfarë s'bën vakilla? Kupton? Tash ti vetë godet vilën e Enverit. Okej, vila e Enverit, bashkë me varrin e Enverit, bashkë me gjithë ata njerëzit që e kanë ndjekur Enverin, bashkëpunëtorët e ngushtë,
bashkë me Nexhmien, bashkë me djemt e gjithë tyre Sorollovëve, përfshi dhe Beqir Ballukun bashkë me mbesën e vet, janë për në Alcatraz do vlla. Janë për në ato gjyqjet e në ato burgjet e San Salvatorit me Bukelen. Të ka qenë pushtete, po. Nëse kishte problem këtë vilën, pse nuk e asgjësoj ose pse nuk e ndryshoj? Çfarë pengoj? U vajti bëni blok. Bëri blok diplomatik o vlla. Është pa kuptim të gjitha, po nuk kanë çat bëne, por e the mirë, nuk kanë më këta vlla fantazi politike. Pra risi politike. S'kan, këtyre vetëm po i ikin njerëzit. Po u fut pazari vlla. Po u fut pazari. Prishet imagjinata. Këta kanë krijuar një enklav aty, paktën opozita, me njerëz të besuar, që duan të kenë aty për të mbrojtur nga çdo kush, nga çdo i ri, nga çdo ide ndryshe. I ka kështu si qenë sulmi, pra nëse ti tenton të thuash diçka ndryshe të turre kështu, i stërvisin dhe i ushqejnë pikërisht vetëm për këtë gjë, jo se kanë ndonjë integritet ose ndonjë inteligjencë shumë të madhe, vetëm këtë e bëjnë ata. E provova vetëm kurrizën o Azber. Se çfarë janë war dogët e tyre, çfarë janë qenë të sulmit tyre. E provova vetëm kurrizë. Jo se më dhëmba, kupton se mua ajo më rriti pik, po ideja është kur të bie besimet e partia më e madhe opozitare në vend, se ne kemi diskutuar sa herë këtu. Edhe ne të dy me hap një parti, shanset që ne të marrim të parin, të dalim të parët në zgjedhje janë nul. Vetëm po të vi Krishti me Muhamedin u qofshin fal dyve, edhe t'ju thon të dalin formë shkurret pa djegur njerëzit, i thoj voto Gashin dhe Azmerin. Po këta ka mundësi edhe Zotit i thon, o vlla, na 50.000 lekë dhe ti dhe hapu se të mori ushtria patronazhistave. Pra, kur të bie besimet e partia më e madhe opozitare në vend, unë mendoj se politika e brendshme ka marrë fund o vlla. Pra, të qofse këtu ka një gjë më të madhe, shikoj, kam një këtu ja po e lexoj që po, lexoj. Skandalin Ministrinë e Brendshme, 520 punonjës paguhen pa punuar, i një vetëm bankomat. 520 punonjës që s'vën punuar. Bravo. Ja? Se thua ti dhe unë pse sa vota janë këta? Bravo në parlamente. Sa vota janë këta? Jo, potencialisht. Janë 2000 vota. Nga 5 vota. Por po them shtëpisë tyre një. 4 vota në shtëpi. Vajtën 2000 vota. 2000 vota. Po këta 2000, këta dhe familjarët dhe nga 5 tjerë, ja, i nxorën 5-6 deputet këta. Kështu që rahat. Kjo është pra. Kjo është vlla. Domethënë, po këta tjerë vlla, këta të tjerë që s'kan bukë të hanë tani. Unë nuk e di eksitohen nga këto lajme një pjesë vlla. E kupton, mbase presin radhën, thonë të marrin dhe ne rrobë qyl, se s'ka shpjegim tjetër. Kjo është vlla. Pra, në vend që të alarmohen, se është alarmante, 520 veta marrin rrogën vlla. Pa vajtur në punë fare, do të bëhet nami, këtu jo, tjerë njerëzit të më përpritet, po gjedhen e ne i mik një njeri të hymë dhe ne, bëmi e 600-700, që ka mirë kjo pu me leverti. Pra, e kupton ku jemi ne. Edhe pjesa më e madhe këtyre shpend janë trinjë, janë mosha jonë. Kjo është ajo që mua më duket e çuditshme dhe më dhemëre. 30-35. Pra, që brezi jo, mosha jonë, nuk e di. Shikoja, po ti pyetës sot njerëzit me qa punoj këtu te instituti, punoj te ky inspektorate, domethënë kam kartën, se unë zvetëm një ditë në punë, po punoj te bashkia, domethënë, sa veta mund të ketë kjo bashkia në punë vlla? Sa njerëz takoj unë, o vlla ku punon? Po jam aty te bashkia, po qa bën? Po specialist. Shoku. Forta kuresh, po ç'a bën gjë? Ja qarkullojmë lëvizje. Qarkullojmë. Qarkullojmë. Ozmer, është çështja e kësaj heqjes mandatit, imunitetit. Pse mendon ti që Rama po e zvarrit kaq shumë kët? Është ajo që ne kemi diskutuar këtu, nëse bie zonja në fjalë, bie dhe Rama, bie qeveria. Por
Unë nuk e di, mos gabojmë datën 28 mars del raporti i Dashit, i Po. Departamentit Amerikan të Shtetit. Dhe me këto ndryshime, pra se nuk do kaloj letë besoj kjo. Pra do bëhet e lajm ndërkombëtar që Parlamenti i Republikës së Shqipërisë po pengon arrestimin e një zyrtare, që prokuroria do ta çojë për gjykim. Dhe mundet të hajde në goditje dhe nga Dash. Ja, pra nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Dhe do veç mos që këtë zonjën mos ta lëshojë se po lëshoj këtë me sa duket të iku dhe ky vetë, se s'ka shpjegim tjetër. Ose po negocion ndonjë gjë të fshet me këtë që ne nuk e dim, që edhe kjo mund t'i bëjë 1 ose 2 vjet burg, pra që mos t'i prekin pasurinë, mos t'i luajnë njerëzit e tjerë, do ketë njerëzit e vet po në qeveri. Pra, se këto janë dillet politike, shpet. Pra, siç u bë me Sajmir Tahirin, me Lefter Kokën, me Ilir Beqen. Po. Pra, konfiskim pasurie s'është marrë asnjërit. Tani u bën gjithë biznesmena, ndërtojnë pallate, e di dhe apo jo? Po. Njeri ka bërë tërë farmacitë e Tiranës i kaj. Këto që shikojnë që i ke nga 24 orë. Po. Ai është pronari i farmacitë. Pra ç'a kuptimi ka? Ç'a bëri 2 vjet burg? Jam 2 vjet pushime. Më kujtohet ajo Jules Vernit. Libri i Jules Vernit, bëhet mend që e kemi lexuar 9 vjeçare, 2 vjet pushime. Fiks vlla. Këta janë fiksit e Jules Vernit, e romani Jules Vernit. Po e di çam shqetëson mua vlla. Mua më shqetëson infertiliteti i argumenteve të opozitës. Opozita duhet të bëj vetëm një gjë, madje kam thirrje publike apo e bëj këtu detyra. Opozita, nëse do t'i tregoj popullit që është vërtet opozit, se e kanë USB-n të marrë përfaqësuesit e USB-s e PD-s nga pjesa e prokurorisë, e SPAK-ut, t'i bëj publike vlla ato 16.000 fajlet, akuzat, dokumentat, t'i lexoj popullit vlla, dhe ta gjykoj popullit. Këtë bëj opozita. Atëre pyetja ime për ty Nuk i nxjerr opozita vlla. Duhet të nxjerri dosjen vlla. Çfarë pengon? Ne kanë ata informacion. Tani pyetja ime për ty është, kur dikush ka informacion për të shkatruar kundërshtarin, ka një USB me 16.000 faqe, me video, me skandale seksuale, me foto, me gjitha, sa aty janë gjitha ato. Gjitha. Kur e ke bombën në dorë dhe kundërshtari nuk ka asnjë lloj gjëje për ty, se ndryshe do kishin dalë në parlament dhe thoshin keni juve një USB, kemi edhe neve një USB. Çfarë pengon opozitën ta nxjerrë sipas teje? Po, janë marrëveshje më burr. Madje aty do jenë zyrtar të vetë opozitës, që dalin biseda, ka që thjesht është. Pra, ka që thjesht është. Unë jam i bindur për këtë. Dhe duke qenë se janë vetë aty të përfshirë, vlla, nuk e nxjerrin, se s'ka shpjegim tjetër, çfarë shpjegimi ka? Pra, duhet të vihet në dispozicion publikut. Ajo do dali herët avonër. Ta sa do të mundohen, do dali një nga burime tjera, ne do ta marrim vesh. Madje unë jam kurioz edhe për veten time, për qarkun e Fierit, çfarë është bërë. Pra, marrëveshjet midis PD-s dhe PS-s. Që ta shohin qytetarët ata, kush janë këta. Që këta janë gjithë një lloj në kënd vështrimin tim. Vetëm ngjyra i ndryshon, as një ndryshim nuk ka. Pra, as një lloj ndryshimi nuk ka. Nuk flasin. E kalojnë kështu me deklarata kështu, kot pa lidhje. Ja do bëjnë nesër në votim në një sherr ose do i gjë, kupton, se i kanë zakon këto për të hequr vëmendjen, kupton. Kot pa lidhje. Do shajnë me rob shtëpie ty ose me numër eskortash me pa lidhje fare, që të heqin vëmendjen nga çështja e ditës, e kupton. Pra, është le të themi e di pse them infertilitet vlla? Përheqjen e imunitetit Sali Berishës është mbledhur parlamenti, u fshi direkt. Prezumimi politik ose argumentimi politik i Edi Ramës dhe i tharëve të vet ishte ne nuk pengojmë drejtsin, apo jo.
Se kjo Po është sot, kjo është infertiliteti i opozitës, si thëmë unë, o Azmer. Pra, pse nuk e godeti Rama me fjalët e veta? në vitin 2026 të besosh dogmat apo fjalët e pa kuptim të politikanëve shqiptarë, duhet jesh naiv. Këta vlla, s'më thuaj një gjë që e kanë thënë që e kanë mbajtur. Por e një gjë vetëm. Pra, asgjë nuk e kanë mbajtur. Pra, a ishin këta që thoshin që do i heqim imunitetin çdo zyrtari nëse e kërkon spaku? Pse Po. nuk e bën? Po. Pse e pengoj? Nëse është për kundërshtarin për t'i prishur punë, direkt mblidhemi në sekond. Nëse është nga ana jonë, të na njeri që ne kemi interesa, hajde ta mbrojmë të na njeri që edhe nëse shijoni, po nuk e se na intereson shumë, hajde ja heqim ti t'i fusim shelmin. Por e më duket se ka pas drejt dhe i Arben Ahmeta ja. Në shumë gjëra, pavarësisht se ai është hajdut një lloj si këta. Por në ca gjëra ka pas drejtë, lufta e klasave që kanë pasur këta vetë brenda partisë tyre. Se s'ka shpjegim tjetër, se ai po t'ishte këtu ta kishin krevë brenda atë direkt. Po. Po, pra, me dy standarde. Biles ai edhe do ishte helmuar vlla, sa ai di shumë. Po. Ai di Sa nuk shumë. bën vakina. Ai është kërcënuar me jeta, e ka pranuar vet. A më dhim se të mua Arben Ahmeta? Zero. Para. Sepse hajdut ai, hajdut këta, nuk është se ndryshon shumë hajduti me hajdutin, po. Se di vlla, mua e di çfarë më shqetëson. Më shqetëson që këta po vendosin një standard që çdo gjë që thuhet mund të thyhet dhe ti mund ta përdorësh politikisht çdo mjet të mundshëm, si retorik, si ligjet, si kushtetutën, mjafton që të kesh pushtetin dhe ti e kthe në favor të vetes dhe në dëm të kundërshtarit. Aq më tepër që Rama ka punuar 12 vjet edhe 4 vjet tjerë, 16 vjet për ta shkatruar PD-n vlla. E ka shkatruar. Dhe si është shkatrimi i PD-s? Shkatrimi i PD-s është kur ti e fut në pazar me veten, nuk është ai mori çekiçin edhe i vrau. Po fare. Ai vrau kredibilitetin e tyre dhe faktikisht Rama ka fituar mbi PD-n sepse ai ka vrar kredibilitetin. Nga Rama njerëzit nuk kanë prishmëri vlla. Sepse të gjithë e dinë në subkonsciencën e tyre se ç'a është. Ata që janë si puna jon. Si? Po shpend. Edhe kjo nuk shkon vlla. Është Tani Rama dihet si është edhe ta votosh nga 70 vjeçat, javë 83. I bie që si e mirë si popull vlla, se s'ka shpjegim kjo, e kupton? Po vlla jot ka kaq vite që thotë ne fajtorësh populli, nuk është politika. Shiko, ne kemi një gjë bashkë shpend sepse ndryshe nga këta që duan të duken bukur në televizion, vlla, që thon populli s'ka faj, e ke dëgjuar ata gazetarët i ndarkë? Këta janë populistë të dobët. Populli s'ka faj thon, që dalin mirë, te populli thon, të duken mirë, populli ka fajin vlla, se populli po i mban këta. Kush po i voton këta zot? Kush po shitet? Kush po bën korrupsionin me këta? Kush i serviloset këtyre? S'na pas ka populli faj. Pra, ç'është kjo? Kush e ka fajin? E ka populli maqedonsk, populli grek, populli serb apo populli italian për ne? Se vetëm ne s'pas kemi faj. Pra, kjo është absurde. Për dalë mirë të njerëzit themi ne, jo, e kemi ne fajin. Ne që flasim, ja dhe ne këtu, ne dy e kemi faj, nuk ka faj populli. Populli nuk di gjë, populli ç'a i thon atë bën. Populli ta mbledhi mendjen vlla, sepse është situatë shumë e rëndë kjo që po ndodh. Ç'a duhet ndodhi më shumë? Pra, po rritet çmimi i naftës zot. Se s'po them për politikë, se për politikë nuk del njeri më në shesh. Nuk proteston njeri. $108 fuqia. Nuk fare vlla, po për naftën. Hajde për politikë, po për naftën. O Azmer. Është rrit çmimi bukës do ham molto tha tjetri, o vlla. Ja, do pim Fanta. Do pim Fanta, u rrit ujë, do pim Fanta, u rrit nafta, unë 10.000 lekë do hedha në plasit trapi. Unë 10.000 lekë do t'i hedh prap. Tani Se me 10.000 lekë merr 7 litra, merr 6 litra, se merr 5, se merr 4, pak rëndësi ka vlla. Mua mjafton 10-ën, plak 10 do t'i hedh në ditë. Nuk jemi ne ai popull që ngrihemi o shpend, nuk jemi ne. Pra, kur kanë folur, janë ndër të parët unë që kanë folur për naftën, shpend. Po, e mbaj mend vlla. Kam 4 vjetë që flasëm. Po. Pra,
Kush ka mbështetur? Kush ka thënë diçka, pare? Se mirë që kemi këto rrjete sociale, ja ku e kam këtu. Para 4 vjetësh, Po, e pash, kam qenë e me pash. Brentonin, kam folur pikërisht për rritjen e çmimit naftës, vëlla. Për 7 taksat që kanë vendosur këta për çdo litër naftë. Pra, çfarë duhet bëjmë më shumë, vëlla? Çfarë duhet bëjmë? Ore ti e Kam kupton? thirrur protestë, pra, O, vlla. reagim gjitha fare. A e kupton dhe më shkruan një ndjekës në gjatë live-it edhe më thot të intës që isha vetëm, që mungoj avokate, se zëvëndsova dje, 7 orë. Nuk ke frikë ti që përmend çet kastratin? Ore qa është ky qetje vlla, të ha ky, qa bën ky qetje vlla? Ose pyetja ime, qa i po i bëjmë ne qetit? Po vemi, po i vrasim, po i vendosim gjop të karburantet e veta, po i prekim familjen, apo po themi, o vlla, mbaj dorën se e çove 2500 lek litrin, s'kemi lekë, shoku. Edhe rrit cilësinë e naftës, mos e përzi me ujë, se na dogje makinat. Kaç më po themi ne, ç'a po themi ne vlla, të kërkosh të drejtën tënde, duhet kesh frikë nga dikush? Po këtu është ngullitur kjo, por sistemi komunist vazhdon akoma dhe sot. Se ne gënjehemi në demokraci, ç'a demokraci jemi ne? Po ti Demokraci demokracia të shikosh Big Brotherin dhe të komentosh të shash ata. Ç'a demokracia jeti kur ti ke frikë të flasësh kur të vjedhin rrugën o zotri, kur të vjedhin ujin, kur të vjedhin dritat, kur të vjedhin tek buka, tek karburanti, kur të vjedhin te drejtësia, se kur bën ti një shkelje zotri të marrin të kredhin brenda. Kurse kur vjedhin këta, pra i shpëtojnë me procedura ligjore. Ç'a demokracie jemi ne? Çfarë është demokraci? Shikosh filma në YouTube apo në internet? Nëse është kjo demokracia, më fal, po unë kam kuptuar gabim. Se të kesh frikë, kishe në kohën e komunizmit, ke edhe tani, unë nuk e di. Pra, qofshit ju, po, unë se shoh kështu. Prandaj bashkë me Fredin e kemi zgjedhur të flasim, të jemi nga kjo ana tjetër këtej. Ka diçka vlla. Një shoqërie që është privuar edhe ngjyra, po të mbash mend, ti je pak më i madh se sa unë, po edhe ti se ke kap komunizmin. Po kemi kapur mbetjet e komunizmit. Po ti shikosh pallatet janë gri. Po ti shikosh të gjitha uzinat janë gri. Ngjyrat quheshin revizionizëm anglo-amerikan. Ata të bllokun ngjyrat e vlla, të bllokun muzikën, të bllokun modelin e flokëve apo? Modelin e flokëve, të bllokun veshjen. E kupton ti çfarë standardi kanë krijuar që njerëzit kur u hap nuk folën për demokraci, se çdo të thot përveçosh demokracinë e të bësh qytetar. Morën atë që ishte munguar o vlla për të parë filma, për të parë porno, për të bërë seks, se nuk bënin në për ferra, kupton ti, dilte spiuni 8 lekë, 50 lekë. Dhe po ti shikosh sot vlla brezi që kanë dalë 20 vjeç në komunizëm, që sot janë 50-55 vjeç, në një pjesë dërmuese i ke manjak seksual vlla. I ke manjak seksual vlla. I ke të etur për pushtet, për lek, se kanë pas mungesa. Pra në 35 vjet, ky popull vlla ka plotësuar dhe po plotëson mungesat e veta themelore. Nuk ka se si këta të kuptojnë që qa është demokracia, sepse është piramida Maslowit o vlla, duhet mbushur barku, që të shkosh ti te mendimi politike dhe kulturor dhe qytetar, duhet të kesh herë të mbushur barkun, pastaj pas mbushjes barkut fillon mbushja e trurit, po si mund mbushësh trurin ti po nuk pa të mbushur barkun o vlla. Me bark bosh vështirë është kjo punë. Dhe më e bukur është që këta zgjedhin të ri me bark bosh. Sepse kemi edhe diçka ne, mos ta ket Azmeri o vlla. Le mos ta kem unë. Po Azmeri mos ta ket. Sot flitet akoma për kulak o vlla. Sot flitet është e tmerrshme, çuna mosha jon thot, "Ore, dodi që Enveri ishte më mirë." Ku dreqin e njefti se çka ka qenë koha e Enverit o budall? Qa do ti me vajt me uçun në uzinë? Qo është në orën 5 mëngjesit për shku në orën 6 punosh 12 orë ditës me normë. Të marrësh në fund muajt 7.000 lekë apo 5.000 lekë apo 6.000 lekë, edhe thuash të pakën kisha punë. Po ço më debil puno për veten. A do me i mbush vetes punti? Pun ka çdo ditë vlla. Po nëse ti e do
me tar shpendi, e bone këtë punën t'ja plekët, jo vlla, se shpendi punon për vete, Azmeri punon për vete, gjithë punojnë për veten e tyre. Është kapitalizëm, është i egër vlla. Si që ka kjo, dua një punë shteti. Unë se konceptoj do të punën e shtetit, o vlla. E duan pra si kjo që të thash unë 520 veta që marrin rrogën kot. Pra, kështu e duan në zotëri një pjesë. Mashmë. Pra dhe kjo, le të themi kjo rini, fatkeqësisht kjo do na qeverisin ne, o shpem, se këta do bëhen ministra, këta po bëhen ministra, po bëhen drejtora, do jenë deputet nesër, do jenë drejtues institucionesh. Po çfarë preti e burr? Unë thjesht jam kurioz vetëm një gjë. Ore këta kur janë me njëri tjetrin valla. Ore si mendojnë? Pra në biseda thon, po shiko se ja futën bukur, i mashtruan bukur, ja i vodhën dhe kaq, atë ja bëjmë edhe këtë. Pra thjesht jam kurioz valla në mendsinë e tyre. Pra se vetëm një smur mendor mund ta bëj këtë. Se deri në fund ditës ore çdo njeri e ka një ndërgjegje. Po të vjedhësh ilaçe në spitale mos të ketë. Unë dyshoj për këtë. Nuk e di. Për këtë dyshoj vlla, a ekziston më ndërgjegja, a nuk ekziston më ndërgjegja në Shqipëri? Unë për këtë dyshoj shumë. Sepse nuk shoh reflektim të ndërgjegjes. Ndërgjegja kur vjen në formën e reflektimit, vjen në formën e revoltës. Pra ti ja plas një herë tavolinën sto dalë vlla, enough is enough, boll është boll. Këtu nuk kam për të parë një herë bollën. Edhe më e frikshme është që këtu nuk ekziston fare në fjalor boll vlla. Ti e kupton 35 vjet kushdo qof Sali Berisha, njeriu i zgjuar e i ditur e u ridit e gjitha, 35 vjet është e tepërt një figurë politike o zotëri. Qoftë edhe unë nesër, qoftë edhe ti, ç'do do bësh për 35 vjet o vlla? Po se pa të bot 8 vite, s'ke qa bon për 35. Këta mbajnë Ramën akoma, vlla, mbajnë Berishën. Po të ngjalle Fatos Nano, edhe Fatos Nano do ta votonin. Edhe Enver Hoxhën do ta votonin, vlla. Ta jap me jetë. Sepse këtu duhet gangsteri, o vlla. Domethënë, unë jam i bindur që sot për Belinda Ballugun, e mendoj si gangster, një pjesë dërmuese thot, qa gangsteri ky ma vlla, qa i bon ky ma vlla. Ky është mbi kushtetutën, mbi gjitha. I fort shumë. Bajloz. Katalan. Sepse kjo është vlla, e shikon tek një djalë i cili ka ardhur nga Gjermania, nga Spanja, nga Anglia me makinë shtrenjtë. Të gjithë e dinë që probabiliteti që ai të merret me drogë me të gjitha është i madh, po e duar trokasin o vlla. Sepse ka dy arsye. Ose duan të bëhen dhe këta si ai, ose të përfitojnë në një gjë nga ai. Po. Ka që thjesht është. Nëse ti vete me fjalë punto, thot nga ky s'përfitoj gjë, unë thot e kupton. Le ti jesh ti profesor universiteti, që shkon me biçikletë në punë. Ti të quajnë budall, ti quajnë të paaft. Po. Ai që merret me punë të pista, me korrupsione, me vjedhje, që vete në punë i drejtori i rrugëve me qyteta vlla. Ai është çundanoç, çuni shkallë. Po ai po të vjedh ty më zotëri që nesër bie ti e ura, kupton me familjen dhe ikën për lesh. Je ti ai që humbet jetën. Je ti ai që dëmtohesh. Se këta si gjen gjë. Po hajde thuaja tani popullit ton, hajde thuaja tani brezit ton, hajde thuaja moshatarëve tan tani. Pra në vend që të merren me fakte, të merren me argumenta, merren tani thjesht fare nuk i dëgjojnë këto. Fare. Thjesht do vinë njëri, do komentojnë këtu poshtë tani, shpend do thotë shiko se ju jeni të Saliut, ju jeni të këtit, e kupton, ndërkohë që ne jemi ata që po themi ora Saliu tiki. Pra nuk e pranojnë këtu vlla mendimin kundër, nuk dëgjojnë fare. Mjafton që ti thua diçka ose një kritik ndaj qeverisë ose ndaj këtyre që po i vjedhin, këtu të turren vlla pa par fare se as nuk shohin, as nuk dëgjon një pjesë. Vetëm si puna e tyre tifozëve, pra nëse ti i shan tifozëve të Milanin, të turren me çdo gjë që kanë ose Interin ose Juventus. Pra edhe nëse e kritikon ti, pra merkaton, lojtarët që ka blerë gjitha me radhë, të shajnë, po ka një ndryshim, sepse futbolli aq është 90 minuta, mbaron edhe nuk është se ndikon dhe jeta jote, ndikon dhe emocionet, po politika
politika ndikon te cilësia e jetës tënde, mor zotri. Ndikon te familja jote. Ndikon te ti vetë. Pra, duhet ta ndajmë, politika nuk është sport. Politika është, le të themi, çdo gjë që ty e të rrethon. Nga shtëpia jote, se nesër të zhvlerëson shtëpinë të nxjerr në rrugë, siç ka kapur njerëz i ka kapur me rrecë, ka hedhur rrugë. Po hajde tani thuaj tani ndryshimin. Pra, është, nuk e di. Qa mund të prezesh ka një ministre e shëndetësisë që thot, unë nuk e di, thot, për ilaçet, se faleminderit Zotit, nuk më ka çuar Zoti të dyert e spitalit. O vlla, të ndodhe kjo në Burkina Faso, le Europën, që ka disa sana, po në Burkina Faso me Ibrahim Traoren, ajo do ishe shkarkuar direkt. Pse për qa vete ti ministër? Ti vete ministër sepse ke një vizion. Ti vete ministër se ke empati. Ti vete ministër sepse ke një skuadër. Që i thua Azmerit, Shpendit, Ermalit, X-it, Y-it, çoni tani, dilin në për rrugët e qytetit, në për institucione dhe bëni preventiv. Ku jemi dhe ku s'jemi? Më thënë, ajo edhe në subkonsciencën e vetë thot, unë do merresha me këtë punë vetëm po të mbinte halli, ta thot ministrja, o vlla. Dhe nuk e kuptojnë njerëzit. A ishte përgjigja më e sinqertë. Po, e sinqert, po. Ajo ishte e sinqertë, se unë e dëgjova 2 herë me thënë drejtën. Pra, ajo ishte thjesht sinqeriteti i saj, u nuk e di nga sa i buron, por duke qenë se ka jetuar edhe ca vite jashtë, ka humbur pak realitetin dhe i vjen pak shumë në mënyrë spontane, po. Ajo i tregoi njerëzve që shiko se nuk e njoh realitetin. Nuk e njohim realitetin, por edhe nëse smuren këta, siç ishte zvenc ministri Rakacolli para ca vitesh, që pati problem shëndetësor, mori 30 milion euro, 30.000 euro nga buxheti i shtetit, 30 milion lek për kurimin jashtë. Pra, këta për vete rregull janë, po problemi është me një njerëzor të thjesht në rrugët e Shqipërisë, që nëse i bie në smundje fatkeqësisht, do pranoj ose do presi ditët e fundit, do presi vdekjen ta, se lek nuk ka. Se edhe me GoFundMe apo me ndihma vlla nga njerëzit nuk zgjidhet kjo punë, se janë shumë. Pra janë shtuar rastet me kancer, vlla, vdekje. Është bë kanceri si grip, vlla. Është bë kanceri grip. Është bërë fix kanceri si grip. Vlla, pyetja e fundit. Sa mendon se do zgjasë kjo telenovela saga Belinda Rama? Se mua po m'duket sikur po bëhet telenovel nga ato meksikanet, ku të gjithë shkojnë me njëri tjetrin. Apo meksikane. Meksikane, që shkojnë gjyshi, djali, babai me të njëjtën femër, i kalon të gjitha, kupton? Unë mendoj që nëse kalon dhe 28 marsin, pra para se dali raporti i dashit të Departamentit Amerikan të Shtetit, do jetë kjo deri 28 mars. Mbas datës 28 mars, nuk di ta them nëse se varet çfarë do kenë shkruar ata atje, çfarë do kenë kopsitur. Po aty marrim të dy skenaret. Skenari keq është Rama detyrohet t'i heqë imunitetin. Skenari keq për këta. Po skenari mirë valla? Jo, skenari, ky është dhe i mirë dhe i keq fam. Sepse po i hoqë imunitetin, kjo vajte në burg, po vajti kjo në burg, kjo ja plas Ramës valla. Thua? E i bindur për këtë? Po, 100%. Duke e njohur nga larg dhe duke parë çfarë ka bërë edhe në qarkun e Fierit e gjitha me radhë, jam i bindur 100% për këtë që them. E të mërshme. Shpresoj të ndodhë, shpresoj shumë që kjo të ndodhë. Qa mund nga bëjt dashi neve, vlla? Ja e bëri raportin dashi. Raporti dashi dhe si raporti OSBE-s. Ka pasur pa rregullsinë zgjedhje, po të gjitha zgjedhjet legjitimohen. Jo, mendoj mund të jetë në formë presioni, e kupton? Sepse këtu vetëm me presion funksionon. Pra se të t'i mbylli dyert Amerika, vlla, nuk besoj se ose ne shpallje non grada, se çfarë nuk bëva kjo, vlla. Kështu që imagjino të kesh një kryeministër në detyrë ti shpallur non grada.
Nuk Pra, më hamane, i bie nuk më që- hamane që Amerika luan me ato. Nëse politika jashtme amerikane me Trumpin ka marrë një lloj trajektore që s'është e Nuk e menduar ndonjëherë. parashikon dot. Që, Se parashikon dot. që nuk e parashikon dot. Çfarë s'bën vaki? Tani që ra dhe bordi paqes, Po. Kështu që nuk s'tua do të gjë. Por shpresojmë për të mirën e vendit të bëjë diçka kaq shkurt fare. për të mirën për të mirën e vendit do ta bëjmë neve o Azmer, nuk e bën as Rama as Berisha, se këta po donin të bënin për të mirën e vendit, nuk na fusin këto qorsokak. Po them nga Amerika, nga jashtë. Inshallah vlla, këta i kanë prishur interesat Amerikës, sepse që t'ja u themi edhe këtyre miqve tanë që na ndjekin dhe ata që do na shikojnë, Amerika futet në një vend vetëm kur ka interes. Inshallah i kanë prishur në interes në një siguri kombëtare apo kanë në një video, në një foto komprometuese me agjentura të huaja. Se po tjetë që Amerika të futet në politikën e brendshme, këtë ta harrojmë. Se ka aq shumë probleme në politikën e vetë brendshme, sa si del koha me u marrë me një fshat perandorisë Osmane siç jemi neve. Biles perandoria Osmane ka qenë seksi, se ka qenë 500 vjet perandoria e botës, kurse neve ngelem tër jetën një katun di keq me mercenar. Se kjo është vlla, do të thënë mercenarizmin e shqiptarit ti e kupton te votuesit tash. Dikur mblidheshin mercenarët me luftë, me armë, tani mblidhen me vota. Vazhdoni, po mos na thoni ç'a po bëni juve. Se neve po e bëjmë ditë për ditë tentativën tonë për t'ju prekur juve, për t'ju thënë çou o milet, zgjohu nga gjumi se na e futën, na ka ardhur ujë deri këtu, jemi bo si Titaniku. Te ka pjesa me Xhekun dhe Rozin që s'po hati do derën e. Çou se na ka ardhur këtu, po na merr frymën. Vazhdoni. Belinda bën pirueta politike, bën atë fjalimin patetik, unë s'kam as 300, as 30, as 3. Lideri madhe Gjirama, e bla bla bla, gjyq publik, thua ti, nuk i vodhi fantazma e gjyshit apo Harry Potteri këto. Jo, nuk i ka vjedhur, këta i kanë vjedhur. Edhe kjo prezumimi pa fajsis më duke gjëra më idiote në botë. Sepse ne dim se kush kanë qenë njerëzit që kanë dhënë firma. Tash njëri nga këta 5 është fajtor, që janë aty te grupi. Gjeni tek ata vlla, kush e ka prezumimi pa fajsis tu. Sepse finalja është i mungojnë shtetit shqiptar 12 miliard euro për 12 vjet, 1 miliard euro në vit. Ky është bilanc. Fix, shkurt fare. Ky është bilance, 12 miliard euro në 12 vjet, 1 miliard dollar viti mungojnë buxhetit. Të mia, të tua, të Azmerit, familjeve tona, të gjithëve neve, na kanë vjedhur vlla. Qa duhet më? Nuk të ka vjedhur lekët e xhepit më. Të ka vjedhur kopshtin e fëmijës, cilësinë e fëmijës, të ka vjedhur cilësinë e arsimit te fëmia jot, cilësinë e punës, të drejtat e tua, të drejtën për të pasur një sindikat, drejtën për të organizuar për një referendum, të drejtën për të përmisuar rrugën, të drejtën për të pirë ujë të pishëm, të drejtën për mos të përdorur OMG-ja. Këto të kanë vjedhur vlla. U bë agroturizmi, u bë hotel me 5 yje. I pardi, këta vjedhët e fondet europiane. A kupton ku jeni? Vazhdoni, qani tani dhe vajtoni për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Do ndiqni sot paralelisht me neve shumë studio televizive që do flasin pro dhe kontra Ballukut. Është ligjore apo s'është ligjore? Kinse neve jemi Danimarka. Ne jemi, e di ç'a jemi? Si? Ndërkohë që legat ikën vlla rrugët u prishën. Shkurt fare. Dhe përdorni rrugën e Gnatja. 2500 vjet ai tipi. 500 vjetësh. Dhe e ka akoma sot. Që e ka ndërtuar dhe prap juve po kaloni. Ne kemi, që turp kemi, zero lidhje me kulturën politike. Ndoshta ky është mallkimi më i madh që neve do na duhet ta luftojmë gjatë gjithë kohës për t'ia pastruar mjegullën që i ka kapur trurin këtij mileti. Vazmer, të falenderoj vlla. Shpend. Respekte. Respekte. I përshëndes të gjithë ndjekësit tanë nga çdo cep i botës që po na shkruajnë dhe po na ndjekin.
Të falenderoj edhe unë ty vlla. Shifemi të hënën tjetër bashk. Ciao, ciao. Ciao vlla im. Pra, miq, kjo është fatkeqësia që neve na duhet të përballemi dita ditës. Kjo është fatkeqësia ku fatet e një kombi i kanë disa mendje perverse dhe të çmendura që sillen me neve sikur të jemi lodra. Ky nuk është totalisht faji tyre, sepse ka një arsye sepse neve na përdorin si lodra. Ua kemi lejuar vet, sepse neve nuk dim se ç'është politika, politikbërja dhe aq më tepër ne nuk njohim të drejtat tona themelore. Ajo çka ka ndodhur sot me mosheqen dhe allizhverishet e imunitetit të Belinda Ballukut është tallja më e madhe që ndonjëherë i është bërë një populli që prezumon se është në kohët e demokracisë. Edhe njëherë, si njëherë, nacionalizmit dhe religionit i është bashkuar dhe politika si stre e maskaremve. Më saktë, demokracia. Demokracia i është bashkuar duke formuar trinomin e strehës së maskarejnve. Janë disa maskarejnë që përdorin disa ligje për të mbrojtur veten, sepse në atë parlament votohet se si të mbrojt elita dhe nuk formsohen dhe nuk krijohen ligje për mbarvajtjen e jetës sonë qytetare. Sot ne kemi vetëm një armik, armiku jon është qeveria. Për aq kohë sa ju nuk do ta kuptoni, vazhdoni të jeni disa gojim, vazhdoni të jeni disa sklever që do ta shisni shpirtin tuaj për një thes patate, miell, 50 euro apo 500 euro. Voda është aq e shenjtë sa as për 5 milion euro nuk duhet ta shesësh, sepse ai që t'i jep ato 5 milion me një dorë ti merr 10 me të dyja. Natën e mirë nga Tru Podcast. Zgjohuni shqiptar, sepse fundi është shumë afër. Thank you.